Dhoma e përbashkët ishte e mbushur me një qetësi që dukej e rënë, por ishte e mbushur me tension të ndjerë. Banorët u shpërndan në cepa të ndryshëm të dhomës, duke mbajtur një distancë të sigurt nga debati, por sytë e tyre ishin fiksuar tek Gjeneta dhe Eliona. Disa lëviznin pak, duke rregulluar flokët ose shikimet, disa mbajtën duart mbi gojë nga tensioni dhe kurreshtja, dhe disa thjesht u mbështetën pas divanit duke pritur të ndodhte shpërthimi i parë. Gjeneta hapi debatin me një ton të prerë, i cili duke i butë në fillim, por i ngarkuar me intensitet. Eliona: "Ti je shumë e mirë, por më gënjen gjuha e trupit." "Thuaj, ku më gënjen?" Eliona ngriti supet dhe heshti për disa sekonda, duke vlerësuar fjalët e Gjenetës. Ajo e shikoi thellë dhe foli me qetësi, por me vendosmëri. "Mendoj si ty, ne të dyja jemi shumë fëmijë që rriten në kushte të vështira. Të dyja kemi kaluar shumë dhe nuk është e lehtë për dikë që nuk e ka përjetuar." Gjeneta bëri një hap të vogël përpara dhe sytë e saj ndriçonin nga intensiteti i emocioneve. "Mire. Por sa herë e lë për gjysmë historinë tënde? Problemet që hasin fëmijët janë sherri i prindërve që ndahen, divorcohen. Lotët e fëmijëve nuk vijnë nga mungesa e gjërave materiale, por nga mungesa e sigurisë dhe dashurisë. Edhe sikur të kishe gjithçka, nuk ka rëndësi pa atë mbështetje. Kur të duan vërtet." Eliona e ndjeu fuqinë e fjalëve të saj. Ajo përkul kokën lehtë dhe foli me një zë të qetë, por emocional. "Ti ke aftësinë të thuash një fjali që prek. Nuk janë thjesht fjalë. Është mënyra se si e thua, mënyra se si e ndjen." Banorët e tjerë qëndronin të heshtur, disa me sy të hapur gjerësisht, disa duke mbajtur frymën, të gjithë duke ndjerë intensitetin e momentit. Klodi, duke qeshur lehtë për të thyer tensionin, tha: "Oh, kjo është drama më e madhe që kemi parë këtë javë." Toni, duke shtuar humorin, buzëqeshi dhe tha: "Duket sikur jemi në një serial." Gjeneta dhe Eliona nuk po din ku të ndalen. Por Gjeneta nuk e lejoi situatën të shpërfillet. Ajo ju afrua pak më shumë Elionës, duke e shtrirë duart pak, por duke ruajtur një distancë respekti. "Është shumë e rëndësishme të kuptoni. Lotët e fëmijëve nuk janë për gjë materiale. Janë për siguri dhe dashuri. Edhe sikur të kesh pasur gjithçka tjetër, nuk ndjen vlerën e jetës nëse nuk ke mbështetje. Ti ke aftësi të thuash fjalë që prekin dhe lën shenjë." Eliona e përqafoi lehtë mendjen e saj dhe ju përgjigj: "Kur ti thua një fjalë të tillë, nuk është vetëm për mua. Është për çdo fëmijë që ka përjetuar dhimbje, për çdo histori që nuk është treguar plotësisht. Ti e di këtë." Gjeneta buzëqeshi lehtë, por emocionet në sytë e saj ishin të dukshme. Ajo foli më ngadalë, edhe sikur të mos kuptohet nga të gjithë. "Është e rëndësishme të thuash të vërtetën, të mos maskosh emocionet. Ti ke aftësi të thuash diçka që prek dhe lë shenjë, dhe kjo është e jashtëzakonshme." Banorët ndjen atmosferën elektrizuese. Disa qeshën lehtë, disa lëshuan një anë të butë nga trishtimi dhe prekjeja e thellë e fjalëve. Sytë e tyre ndiqnin çdo gjest. Gjeneta që rrëfejej me të gjithë forcën e ndjenjave të saj dhe Eliona që përpiqej të kuptonte, duke mbajtur qetësinë. Eliona foli me një ton të butë, por të fuqishëm: "Kur fëmijët kanë nevojë për siguri, çdo gjë tjetër bëhet e parëndësishme. Fjala e thënë me kuptim ka më shumë peshë se çdo gjë tjetër. Nuk është vetëm fjala, është ajo që lë pas, ajo që ndjen kur e thua." Gjeneta, duke ndjerë momentin dhe energjinë e dhomës, foli më ngadalë, duke vendosur theks mbi çdo fjalë. "Shiko, nuk është vetëm të flasësh për problemet. Është të tregosh forcën, qetësinë dhe të mos lejosh që situatat të shkatërrojnë. Ti ke aftësinë të thuash një fjali të vërtetë që prek, Eliona. Dhe kjo është e jashtëzakonshme." Eliona buzëqeshi dhe tha me një zë të butë: "E di, Gjeneta. Kur një fjali është e plotë dhe e ndjerë, ajo ka më shumë peshë se çdo gjë tjetër. Nuk është vetëm fjala, është ajo që lë pas." Tensioni dhe emocioni mbetën në ajër. Banorët e tjerë ishin të mbërthyer nga çdo heshtje dhe çdo shikim i vogël, duke ndjerë rëndësinë e momentit. Disa lëshuan një buzëqeshje të butë, disa qeshën nervozisht dhe disa vetëm u mbështetën pas divanit duke marrë frymë thellë. Në fund, ky debat nuk ishte thjesht një përplasje verbale. Ishte një moment i thellë emocional, një reflektim mbi jetën, dhimbjen dhe forcën e brendshme. Ai tregoi se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë, është vendi ku emocionet dhe sinqeriteti përplasen me lojrat dhe intrigat, duke krijuar momente që mbeten të paharrueshme.
Banorët që po shikonin ishin të prekur, disa me sy të mbushur me lodh, disa duke ndjerë një lidhje të thellë me historitë e tyre, të gjithë të vetëdijshëm se kishin qenë pjesë e një momenti të veçantë. Dhe ndërsa dhoma qetësoi, energjia e debatit dhe e emocioneve mbeti, duke lënë një gjurmë të përhershme në shtëpinë e Big Brother Kosova.